Shqipëria shënoi një fluks të lartë vizitorësh të huaj për vitin që lan pas, duke u kthyer në një nga vetet e preferuara. Elbasani ishte edhe njëri nga qytetet i cili ndiu këtë prezencë, duke qenë se është një qytet që ofron shumë nga ana historike dhe kulturore. Vesa Liqo, nënkryetare e Bashkisë Elbasan, na tregon se fokusi i bashkisë është zhvillimi i turizmit dhe njohja e tij ndërkombëtarisht për resurset dhe vlerat që mbart. Në planet e përgjithshme të bashkisë ka qenë gjithmonë në fokus zhvillimi i turizmit me qëllimin që jetë sa më i vizitueshëm, sa më i ekspozuar, vlerat e Elbasanit të dalin të shpërfaqen jo vetëm për qytetarët e saj, por për qytetarët e gjithë Shqipërisë, po edhe më gjerë akoma që të jetë ndërkombëtarisht më i njohur. Elbasani mbart vlera të veçanta, të rralla, të shumë fishta. Elbasani ka vlera historike, artistike, kulturore, etnografike, arsimore. Elbasani ka që ofron dhe ka që tregon vizitorëve. Me bumin e vitit të fundit të rritjes turistëve në mbar Shqipërinë, sigurisht Elbasani pati impaktin dhe pjesën e tij. Kemi pasur një ushtim të vizitorëve, të turistëve, por synimi i bashkisë është që këto turistë, këto dashamirës të artit, të kulturës, të vlerave historike të Elbasanit të mos jenë thjesht një ditor, por synojmë që me politikat tona të brendshme t'i bëjmë ata që të kenë dëshirën dhe qëllimin që ta bëjnë disa ditor. Elbasani ka vlera si brenda qytetit, rrethinës së qytetit, qendrën e saj që e ka teje të pasur me monumente dhe me histori, sikurse është krejtësisht e pamshme dhe e vizitueshme kemi Kalan, e cila mbart një sër monumentesh në vetvete, kemi Rapin e Bezistanit, kemi Bazilikën, që janë shumë afër gjeografikisht me njëra tjetrën, por megjithatë kemi rrugën e Natja, e cila është një monument që daton që në shekull më përpara dhe ka vlera të veçanta dhe janë me interes që të njihen dhe të vizitohen nga turistët. Kemi ndërmarrë një projekt për tabelat informuese jashtë Kalas dhe në hyrje të Kalas. I kemi bërë një projekt të përbashkët edhe me ekspertë të huaj. Janë prodhuar tabelat e para, janë vendosur në pikat kyçe të Kalas, por sigurisht kjo është vetëm hapi i parë, do të vijohet me hapat pasardhës dhe çdo monument do të ketë kartelën e tij. Madje kemi projektuar që të ketë vullën digjitale në kuptimin që një skanuar dhe aty të shpërfaqet e gjithë historia e monumentit të caktuar. Qëllimi i vizitës tonë në Elbasan nuk ishte kalaja me të cilën ky qytet kërnohet, por bazilika paleokristiane, e thënë ndryshe, bazilika e Krishtërimit të Hershëm, e cila ndodhet fare pranë Kalas në hyrje të qytetit. Ajo mbar vlera të jashtëzakonshme, ku vlen të veçohet mozaiku dhe afresket, e cilësuar si një nga zbulimet më të rëndësishme dhe e shpallur monument kulture i kategorisë së parë. Florenca Stafa, pedagogja dhe historiane, është ajo që do na shoqërojë dhe na tregojë më shumë rreth kësaj bazilike. Ajo që e bën të veçantë vizitën tonë sot këtu në Elbasan është fakti se ne do të përmendim edhe ekzistencën e bazilikave paleokristiane në qytetin e Elbasanit, njërë ndër të cilën e kemi shumë pranë nesh, por le të vizitojmë bazilikën paleokristiane ekstramurës ose të Bezistanit për shkak edhe të Rapit të Bezistanit i cili ndodhet këtu. Jemi shumë pak larg Kalas së Elbasanit dhe jemi në bazilikën e Krishtërimit të Hershëm. Cili është roli i kësaj bazilike që ka luajtur dhe çfarë peshe ka mbajtur? Po, ashtu siç e përmendëm dhe më parë, kjo quhet ndryshe Bazilika Paleokristiane e Bezistanit ose Bazilika Paleokristiane Extramuros, sepse jeta dhe veprimtaria shoqërore në shekullin e 5, kur u ndërtua kjo bazilik, doli jashtë mureve të Kalas dhe kishte marrë një rëndësi të madhe për jetën shoqërore ekonomike. Në momentin që ne zbritëm, kemi të hasim menjëherë me apsidën gjysmërrethore. Këtu ku jemi aktualisht ne është altari dhe pjesa tjetër është nefi qendror në të cilën është edhe mozaiku me një përbërje shumë të veçantë dhe është mozaik polikron shumë ngjyrash, ndoshta më i rralli i gjendur ndonjëherë në Por që nuk është zbuluar për shkak të ruajtjes së tij. Ai është sot i mbuluar për shkak se kushtet atmosferike dhe rrezatimi diellor mund të dëmtojë elementet dekorativ të këtij mozaiku.
Kjo është ndërtuar në shekullin e 5 pas Krishtit, por në vitin 1932 ose rreth viteve 30, një tregtar Elbasanas, Sulshiku, kishte menduar të hapte themelet për ndërtimin e dyqanit të tij dhe ra në kontakt me këtë bazilik, menjëherë njoftoi autoritetet e kohës dhe ajo mor në mbrojtje. Ishte gjetje rastësore. Gjetje rastësore për qëllime personale tregtare të tregtarit Elbasanas. Ndërkohë në vitin 2007 kjo u mor si projekt shumë i madh i Bashkisë së Elbasanit, por dhe i Ministrive dhe Dikastereve përkatëse për të vijuar gërmimet në këtë bazilik, e cila vërtet nga gjetje dhe gërmimet që kanë bërë arkeologët na çojnë në një aludim të tillë, ku mund të themi që është ndër të rrallat në Ballkan. Sepse po të shikojmë muret e bazilikës, ato janë të ndërtuara nga gur të marrë nga përroj i Zaranikës, i cili gjendi në pjesën perëndimore, pra fare ngjitur me kalan e Elbasanit dhe të cilët u shfrytzuan për ndërtimin e kësaj bazilike. Por ajo që ne shikojmë dhe na bie në sy, për shembull siç është edhe ky mermeri që mund ta shikoni këtu, apo kolonat e mermerit në ndërtimin e kësaj bazilike, janë të një lloji të veçantë. Dhe ato janë të importuara në këtë kohë nga ishujt e detit të Egjeut ose Azia e Vogël. Mermeri i përdorur në këtë bazilik është i rrallë. Atë mund ta hasim deri diku në Egjein në Dyra, në Durrës, por në asnjë nga bazilikat e tjera të kësaj periudhe. Për t'i paraprir. Mund të themi si ishte një lloj civilizimi asaj kohe që bazilika doli jashtë mureve rreth Kustit të Kalas? Patjetër, do ta thoja edhe këtë që kjo tregon në fakt për mënyrën e ndërtimit, materialet e përdorura këtu kanë treguar që porositësi i këtyre materialeve ishte një rangu shoqëror shumë të lartë dhe mund të ndërtonte pra në një kish më gjigante se ajo që kishte planifikuar. Duhet të thënë që kjo bazilik, qëllimin kryesor e kishte për shërbimet funerare të saj. Duke nisur nga zbulimi i kësaj bazilike që u bë në 2007, ju vetë si historiane, çfarë ju befasoi nga kjo bazilikë? Si historian më bëjmë përshtypje elemente dekorativ të përdorur aty, të cilat gjenden në rrallë në të gjitha llojet apo në të gjitha bazilikat e tjera. Fakti që ne shikojmë dhe një anë tjetër, që është ajo e zhvillimit ekonomiko-shoqëror të kësaj periudhe dhe me mermerët apo me gurët e përdorur, shikon që edhe statusi ekonomik ishte një niveli të mirë, të konsiderueshëm asaj periudhe. Pjesa që është zbuluar e kësaj bazilike, mendohet se është vetëm kaq apo mund të ketë akoma më shumë nëse vazhdojnë gërmimet? Atëherë nga ekspedita e vitit 2007 që ishte një nismë shumë e mirë për zbulimin e kësaj bazilike dhe të mozaikut në të cilën jemi mbi të, janë ndërprerë për arkeologët për arsye të ndryshme, por mendohet që mund të jetë përtej edhe këtyre kufive aktual në cilën neve ndodhemi sot. Kjo sërish do t'i mbetet në dorë edhe të nismave të reja arkeologjike dhe arkeologëve. Artur Guni, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kulturës dhe Turizmit, na tregon se ka një interes të shtuar vitet e fundit për të vizituar Elbasanin, pasi ofron një turizëm kulturor mjaft të pasur. Nga vitin vit ka pasur rritje për të numrit të vizitorëve, që të cilët kanë ardhur dhe vizitojnë resurset, monumentet historike, resurset natyrore të qytetit të Elbasanit. Por vitin e fundit, ashtu siç ka ndodhur në fakt boom në gjithë Shqipërinë, edhe këtu ka pasur një pyrje shumë të madhe të vizitorëve. Dhe konkretisht ne këtu jemi në Muzeun Etnografik të Elbasanit dhe edhe këtu, detyrimisht, përderisa kanë ardhur në qytetin e Elbasanit, një pjesë e madhe e tyre janë kthyer dhe të vizitojnë dhe Muzeun Etnografik. Njëkohësisht dhe bazilikan, Kalan,
atë Quintumin, dhe pastaj është dhe një pjesë e vizitorëve të tjerë, të cilët bëjnë edhe ecje përgjatë vijës së Ignatit. Por ajo që duhet përmendur është dhe pozicioni gjeografik që Elbasani ka, pasi që në kohërat antike, ky qytet është njohur dhe ka luajtur një rëndësi të veçantë, duke nisur që nga rruga Ignatia, e cila është një nga rrugët më të vjetra e më të mëdha të botës antike, e cila nis në Durrës dhe arrin deri në Stamboll. Ringjallja e rrugës Ignatia mund të shfrytëzohet për turizëm, për të tërhequr sa më shumë vizitorë dhe për të sjellë një impakt ekonomik dhe kulturor. Rruga Ignatia me një gjatësi prej 861 km në trevat ilire fillonte nga Durrësi, që ishte degëzimi i parë i saj, dhe nga Ulona, pra degëzimi i dytë, bashkoheshin në Klodiana, në Peqin, për të vazhduar më pas në Skampis, në Elbasan, dhe nga Skampis drejt Mirakës, drejt Malit të Polisit, në Qukës, në Pishkash, në Qafthan dhe për të vazhduar në Lynit. Ajo që duhet thënë është fakti që rruga Ignatia shërbeu si një stacion shumë i rëndësishëm për zhvillimin e jetës ekonomiko-shoqërore të Skampinit të hershëm. Sa rëndësishme mendon që është për t'i dhënë përparësi rrugës Ignatia, po edhe bazilikës që jemi ne sot, për nga ana kulturore, historike, por edhe për trashëgimisë kulturore që lidhen, por edhe një lloj afeksioni turistik që tuajt mund të kenë për ta vizituar. Unë të falenderoj për këtë pyetje, sepse realisht këtu më ke kthyer fiks në misionin dhe profesionin që unë i përkushtohem çdo ditë pjesës së edukimit të brezave të ri. Faktikisht ne mund të flasim pafund për rëndësinë që ka via Ignatia, stacionet e rëndësishme, të cilat ruhen shumë mirë në trevën e Elbasanit dhe lidhjen që ajo bën edhe me vendet e tjera. Por nëse do të kishim mundësinë e një rivitalizimi të vijës Ignatia, ajo mendoj që nuk mund të shikohet vetëm në këndvështrimin e vlerave turistike që mund të sjelli zhvillimit të jashtëzakonshëm ekonomik që mund të marri vizitimi i kësaj rruge, për nga rëndësia e trashëgimisë kulturore, por mund të mendohet dhe mund të konsultohet me ekspertë të fushës së edukimit që të kthehet në një destinacion shumë i rëndësishëm edukativ. Via Ignatia është elementi kyç, do të thoja, që bashkon më së miri vlerat që ka historia lokale, duke ja bashkangjitur asaj kombëtare dhe asaj ndërkombëtare, pra me destinacionin që ajo përshkonte. Megjithëse nuk mungojnë vizitorët që zgjedhin të ndjekin gjurmët e rrugës Ignatia, si një lloj pelegrinazhi për të rikthyer gjurmët mijëravjeçare të rrugës më të njohur të Mesdheut antik. Unë do të them një eksperiencë time në fakt personale, që kam pasur para 10 vitesh, kanë ardhur një grup studentësh dhe profesorësh të Universitetit të Venecias, të cilat e kanë përshkruar vijën Ignatia nga Durrësi deri në Selanik. Dhe kam pasur fatin ta shoqëroj pjesën më të madhe të vijës Ignatia nga Durrësi deri në pjesën e Ohrit, vetë personalisht. Dhe shoh që janë me dhjetra, mos them me qindra, janë vizitorë të cilët e bëjnë këmbë. Përveç, po ta themi, me bicikleta, motorra, që e bëjnë dhe ndalojnë nëpër stacionet, ose më saktë e bëjnë me etapa, se nuk mund ta bësh dot, nëse e bën me këmbë, duhet ta bësh për gati 5-6 ditë, domethënë, apo me bicikletë për 2-3 ditë. Kështu që e bën me etapa, por është një arterie që përveç se është sot aktive, por ka qenë në lashtësi një arterie kryesore, si thash, ndërmjet lindjes dhe perëndimit, por për këtë arsye edhe sot vizitohet në shumë edhe ata që kanë pelegrinët në thonjza, domethënë ata që dikur shkonin për të shkuar në vendet e shenjta, kjo arterie e vijës Ignatia ka qenë shfrytzuar dhe tani vijnë ata që kanë, po ta themi, nostalgjin apo kureshtjen, domethënë për të ndjekur nostalgjisë mund ta themi, por kureshtje për të ndjekur gjurmët e se si ku kanë shkuar pelegrinët e dikurshëm, që shkonin në Jeruzalem.
por pavarësisht punës dhe zbulimeve të reja që të bëhen nga arkeologët, ky objekt kërkon gjithashtu dhe një integrim më të mirë urban me zonën ku ndodhet, që kjo pasuri dhe trashëgimi të mos humbasnin hijen e Rrapit, që ka aty pranë, i cili gjithashtu është një monument natyre. Nga Instituti i Monumenteve kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyer, është zbuluar një pjesë e mirë e bazilikës, sigurisht që është mbuluar për të ruajtur nga reagentët atmosferik. Në planin tonë të ambicjes është që të jetë e vizitueshme, por njëkohësisht të jetë krejtësisht e mbrojtur dhe mos ketë asnjë lloj risku që të jetë e cënueshme nga kjo frekuentueshmëri e pritur që do ketë për bazilikën. E zbuluar 17 vite më parë, kjo bazilik sot ka nevojë të ruhet dhe të mbirëbahet dhe të shërbejë si një dëshmi e gjallë e vlerave që mbart dhe të ruhet si monument kulture i kategorisë së parë.